Përshëndetje për gjithë, mirë se erdhët në emisionin e ri të podcastit Nga Zero, podcast ky që përmes musafirëve të përzgjedhur synojmë të tregojmë histori dhe sakrifica të ndryshme të filluara nga zero. Sot kam nderin ta prezantoj një musafire shumë të veçantë dhe të respektuar, e cila ka pas një histori dhe një rrugtim të jashtëzakonshëm, nga një ekspert e ekonomisë, në një rrugtim në një biznes familjar, deri tek udhëheqja dhe postet më të rëndësishme të nivelit komunal. Kështu që kam kënaqësinë ta mirëpres musafiren profesoreshën Mirhije Suka. Mirëmbrëma, faleminderit meriton për ftesën. Me kënaqësi e kom pranu, për arsye se kjo është hera parë që unë po flas për veten, për karrierën time jetësore, po ashtu edhe atë profesionale. Faleminderit profesore shumë për urime për emisionin, për suksese. Faleminderit për kohën dhe gatishmërinë edhe një përgjigje pozitive që na ke dhënë. Si je? Mirë. Si po kalon? Mirë. Tash po pushoj. Veç jam në penzion. Mirë shumë. Po i shijoj ato frytet e punës ka hershme. Okej, po vjen mirë shumë. Para se me fillu bashkëbisedimin rreth karrierës, rreth profesionit tanë, një prezantim të shkurt, kush është Mirhije Suka jashtë profesionistës për një audiencë pak më të gjatë, e cila nuk ka pasur as me të ndëgju. Faleminderit. Atëherë, unë Mirhije Berisha, e familjes Suka, e martuar, jam vajza e Ragip Berishës dhe Fahrije Haxhijait. Baba ka qenë një jurist, ka qenë i mbijetuar i masakrës së Tivarit, qysh në moshën 17 vjeçare, një njeri shumë parimor, një njeri që ka pas disiplinë dhe ka qenë ai kryesori që ne të formohemi si karaktere të forta, po ashtu edhe në aspektin profesional. Ndërsa nona, Fahrija, një grua tipike shqiptare, si gjitha nonat shqiptare, pra e urtë, e butë, e mençur, dhe me këshillat të cilat gjithherë që na i ka dhënë asnjëherë nuk kemi gabuar. Shumë sfiduese në jetë. Pastaj familja tjetër janë 2 motrat e mia. Njëra ka qenë prokurore, tjetra stomatologe, dhe vllau i vogël, ma i vogli pra Gëzimi, që sot është një mjeshtër i filigranit, i pari në komunën e Suarikës. Jam e martuar me bashkëshortin Ismet Suka, kam 3 fëmijë, Katrinën, Mentorin, Rinorin, Nipa Mbesa, Ritën, Jonin, Drinin, Malin, Hanën dhe nusën e djalit Fjollën, Dhëndrin, Fitimin. Kjo është përbërja e familjes. E familjes së ngushtë. Mirë. Si fillim, do është një fillim të një rrëfimit tuaj, duke e ditë që keni qenë ndër femnat e para të shkolluara të komunës tonë, si ka qenë pjesa e shkollimit fillor dhe të mesëm në atë kohë, cilat kanë qenë ato me cilat jeni ballafaqu, tu e ditë edhe kohën dhe situatën në të cilin keni kalu? Po, atëherë shkollën fillore dhe të mesme e kom kry në Suarek, pra gjimnazin, drejtimin e shkencave matematikore, ndërsa pas përfundimit të shkollës së mesme, kam vazhdu studimet në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Dhe fëmijëria ime ka qenë natyrisht si më herët, do me thanë kemi jetu në një bashkësi familjare me axhallarët e mi, me një familje tradicionale, do me thanë që është respektu edhe fjala e të zotit dhe të zonjës së shtëpisë, që ka pas rend, që ka pas një rend shtëpijak, ka pas disiplinë, dhe këto muj me thanë që nuk ka pas dallime në mes të vajzave dhe djemve. Përkundrazi, ne vajzat apo qikat e shtëpisë kemi qenë
vlerësuara, barabartë ose të barabartë, privilegjuar. sigurisht me djemt, po. Mirë. Ndërsa sa i përket shkollimit nuk e kemi pas atë problem, për arsye se kemi jetu në qytet. Edhe baba im që ka qenë i shkolluar, pastaj kemi pas edhe familjar tjerë, mësues, profesor të familjes, kështu që nuk ka qenë ndonjë problem i madh, përkundrazi ne kemi qenë të motivuar të mësojmë, po muj me thonë edhe ndoshta edhe të detyruar të mësojmë, të arrijmë diçka dhe të pavarësohemi. Okej. Te pjesa e shkollimit mesëm, siç e thua, ka qenë edhe pjesë e gjimnazit, para se me dalë te pjesa studimeve, pse ke zgjedhur me studiu ekonomikun, cilat kanë qenë ai motivi kryesor që ta zgjedhësh ta studiosh bash degën e ekonomisë? Duke u nisë ndoshta pak edhe prej prirjeve, mu më ka pëlqy gjithherë lënda matematikës, më kanë pëlqy lëndë shkencore, për arsye se më kom pas dëshirë logjikisht të mësoj, jo diçka për Jo mekanikisht, po. Jo mekanikisht. Kështu që kom pas dëshirë edhe llogaritjet, natyrisht që me konsultimin pak edhe prej me prindë me asi, kom përzgjedh ekonominë. Kom mendu që do të kem sukses, kështu që e kom përfundu me afat, edhe pastaj pas studimeve jam punësu. Okej. Te kjo pjesë te fillimi i studimeve të pas parasysh edhe për kohën për cilën po flasim, si ka qenë fillimi i studimeve për një vajzë në atë kohë, cilat kanë qenë paragjykimet ose barrierat e ndryshme, cilat po besoj që i keni pas shumica e vajzave të asaj kohe që keni qenë të pakta numër që keni shku edhe me studiu, me çka jeni ballafaqu ose cilat kanë qenë sfidat e juja kur keni fillu veç studimet në Prishtinë? Po, studimet, natyrisht që ne ka qenë një konkurs i hapur, kemi apliku dhe jemi pranu si studente. 4 vite të studimeve, do më thanë të ligjërimit, kam qëndru në konvikt. Atëherë nuk ka pas në fakt banesa private, po ka pas edhe mjaft vendet lira edhe në konvikte, sidomos në zona që kemi qenë pak më të largta, nuk e kemi pas problem. Nuk ka pas paragjykime, për veti po flas. Jemi mundu me mësu sa ma shumë, po na nuk e kemi pas atë farë luksin e tashtit. Rruga kryesore jonja ka qenë konvikt, fakultet edhe stacioni i autobusave, bibliotekë me mësu, kështu që nuk na ka dalë keq. Ka qenë një përditshmëri e juja. Përditshmëri, rutinë e përditshme, kemi mësu mjaft, e kemi pas një rreth vogël të shoqëror, sidomos me të rrethit tonë, nuk kemi zgjanu shumë, kështu që unë i kujtoj vetëm ditët e mira të studimeve edhe të suksesshme. Mirë. Pasi thove që ka qenë një kohë e suksesshme edhe provimet me cilat i ballafaqu, cila ka qenë periudha pas studimeve, tha që i punësu, Po. Cila ka qenë puna e parë që e ke bërë dhe a ke arrit me fillu me njerë me punu në profesion, apo si ka qenë kjo pjesë pas studimeve? Sigurisht. Pas studimeve, dhe më thonë, ka qenë fabrika gjigante, industria gomës dhe kimike në Ballkan, e cila ka mbështet studentat, dhe më thonë, i ka përgadit kuadrët për punë në Ballkan. Në mesin e gjithë atyre studentave kom qenë edhe unë një ndër bursistet e industrisë së gomës dhe kimike. Kështu që me të përfunduar studimet, atëherë unë e kom pas dyert e hapura, që fillimisht ta bëj praktiken, pastaj edhe të punësona si ekonomiste, e diplomuar në sektorin financiar, ma konkretisht në Bankën e Ballkanit. Dhe në atë periudhë, dhe më thanë, jam punësu në vitin 1984, kam punu për 6 vjetë, përderisa regjimi i atëhershëm serb
Me thënë, erdhen masat e dhunshme, dhe na larguan të gjithë punëtorët të cilët kemi qenë të punësuar në Ballkan, 1800 punëtor, vetëm e vetëm pse nuk ju kemi bind atyre masave edhe sistemit. Si ne pajtu me politikën e Me sistemit. politikën serbe. Para se me dol te ajo fazë e luftës, ndoshta më të pyet pak edhe tu e ditë Ballkani që ka qenë gjigant i kohës. Qysh e ke gjetë vetin e ekonomiste e re në një fabrikë gjigande, cilat kanë qenë ato përvojat e para, edhe cilat kanë qenë mësimet që i ke marrë aty dhe që i ke apliku se i ke implementu edhe në karrierët më vëndshme? Sigurisht se na kemi ka pas edhe punëtor ma herë, se Ballkani ka fillu shumë ma herë se unë me qenë më punësu. Kom qenë e mirë pritur prej punëtorve, natyrisht se si i riti ki nevoj me marrë edhe praktika përvoja. Patjetër. Në përzyre të ndryshme, të bë pyetje, në më thonë, kemi qenë jashtëzakonisht të mirë pritur, të ndihmuar prej punëtorëve të tjerë, kështu që punën pjesën teorike, ato që kemi fitu në fakultet, ne kemi apliku në pjesën praktike në Ballkan, kështu që ka qenë një periudhë, mund të them një periudhë e artë, e atëhershme, po fati që sistemi nuk na la edhe ato sfidat e jetës edhe valet, ngjarjet Që rrjedhen pastaj. që kanë rrjedh, domethënë na kanë godit jashtëzakonisht shumë. Dhe mund të them që ajo periudhë e largimit nga puna ka qenë një ndër periudhat më të vështira të jetës time si familje, për arsye se jo vetëm unë, po edhe bashkëshorti im ka qenë i punësuar, pastaj edhe konati, e të largohen 3 antarë të familjes njëkohësisht, ka qenë një sfidë Një sfidë jo e lehtë e kohës. Jo e lehtë e kohës, po ka qenë edhe një mbijetesë, ka qenë një frikë, një mos siguri, çka do të bëjmë edhe si do t'i rrisim fëmijët. E qartë. To e pas parasysh edhe pjesën që e potencove që keni qenë të punësuar, pas ka qenë shumë mirë organizuar kjo që bursistat mandej me vazhdu punën, dhe një sistem që ka funksionu kohën shumë mirë. Po ndalemi pak te kjo pjesa kur veç punëtorët cilët nuk janë pajtu me ish regjimin janë largu dhënshëm nga puna. Në këtë periudhë, cili ka qenë aktiviteti yt në ato rrethona të jashtëzakonshme të kohës, me çka je marr, edhe si ja keni arrit me mbijetu, se thua që ka qenë kohë edhe e mbijetesës për të gjithë. Shumë e vështirë, kohë e frikshme, po nga njëherë unë kam besim edhe te Zoti, edhe Zoti gjithherë sprovon me diçka për mu gjetë edhe ta jep një tjetër. Unë për veti edhe si vajzë e re, si studente, e kom pas një hobi të rrobaçepsisë. Po. Rrobat e mia të motrave i kom qep vetë, edhe kështu që kom fillu kështu. Kom pas një makinë qepse, fillimisht nga pak, pastaj ty rrit klientela, ty ndëgju njeri, njasi, edhe kështu kemi mbijetu. Pak ma vonë, mas 2-3 vjete, i kom ble edhe 2 makina tjera, sigurisht që me ndihmën edhe të bashkëshortit, me ndihmën edhe të vjerës, e cila është kujdes për fëmijët, që unë me qenë pak ma e lirë me qep. Një mini punëtori të vogël, që kemi gjeneru të ardhra sa me mbijetu. Mos me hjek keq, me thonë edhe mi rritë fëmijët. E qysh ishte kjo pjesa për një profesioniste, për një ekonomiste, një studente të shkëlqyshme, që ka punu me një gjigant që e thonë profesion edhe mu këthy me një punë e cila e ke po sobi, pa dosh me nënqmu as një punë, dhe mon një farloj dalimi ko gjë evident në karrierë. Qysh e ke përbalu këtë pjesë edhe atë ka forcu kjo ma shumë, apo qysh e ke te i kalu këtë fillim të vështirë? Lufta për ekzistencë, dhe më thonë, po më ka forcu edhe jam një krenare që kom pas me shka më marë meriton.
sot janë mundësit më të lehta të punësimit. Në atë kohë nuk ka pas mundësi punësimi. E vetja mundësi ka qenë nëse ti ke ditë me bë diçka. Ke pas një prirje, një Ke pas shkallësi. një prirje, po si që kom pas unë. Sot ekziston privatizimi edhe veç a don me punu se ka punë sa të duash. Atëherë nuk ka pas. Prandaj, po, am ka forcu shumë. Bile shumë habitna nga njëherë qysh ko mujt me arrit me gjeneru të ardha, qysh i kemi rrit fëmit, nuk di, po me të vërtet sfidat i forcojnë njerën të vojnë ma të fuqishëm. Okay. Po thoa që ke pas edhe për krojën e familjes, për ndryshe vetë edhe është pasoj se e pamundur për me që e falenderoj tash ajo se ekziston sa është në këtë botë, po ka qenë krahi imediat për arsye se ti duhesh të kesh kohë dhe të lirë të mirësh me një punë. Është e pamundun krejt në bovet. Pa pasur mbështetjen. Pa kalojmë atë fazën cilën e diskutum pak me një biznes, me një vështërsi të jashtëzakonshme me cilën jeni përballu shumica ndërmuese e popullatës, po megjithatë si një ekonomist e ke gjetë rrugën edhe ke gjeneru të mira materiale për familjen. Si ka qenë pjesa e periudhës pas luftës? Cili ka qenë angazhimi yt, me çka ke fillu me u marr? Qysh ka qenë kjo periudhë masive që imi kthy mandej të gjithë nëpër institucionet? Dëgjoj, edhe kjo pjesa e pas luftës ka qenë shumë e vështirë, po unë pe tregoj edhe një kyçen time në mësimdhënie. Kjo ka qenë periudha para luftës, pra ofanziva e parë e vitit 1998, domethënë para se me fillu lufta. Po. Ku në shumë fshatra janë djegë. Pastaj hini frika, tmerret. Unë atë biznes që e pata, domethënë veç s'kisha më punë. Edhe ishte gushti i vitit 1998 edhe më lindi një ide në vete se prap ajo Afrika çka do të bëjmë, si do të ekzistojmë. Edhe po e thras një kushërinjën time, profesoresh, edhe po i tham që pyet në shkollë mos ka naj vend lirë për mua si ekonomiste për mësimdhënie. Okay. Edhe profesoresha Kymete Berisha. Edhe më thot jo, tha Mirje, nuk ka në gjimnaz, tha s'ka drejtimet ekonomist, pa duhet me kqyr tha në shkollë teknike mos ka drejtim. Edhe shumë interesant, edhe pyeta, foli me drejtorin, tha edhe të njoftoj. Atëherë në atë kohë ka qenë Remzi Bytyrçi drejtori i shkollës teknike, edhe po më lajmëron me njëherë, tha Mirje, tha shko, ta kom caktu takimin, tha shko bisedo vetë. Edhe shkova po bisedoj me drejtorin, Remziun, edhe më thot, tha, a ki diplomën? Thash po, tha mi sjell diplomën, ma sjell tha edhe dokumenta tjera për cilëse, tha për arsye se kur tesh fandaj, tha veç i ka liru orë të informatikës, edhe ka dalë në UÇK. Po, është angazhu si... është angazhu si po në UÇK, tha edhe i kemi orë të informatikës, tha ti je ekonomist, tha mund është mi dhanë, edhe me njëherë tha fillon shtator për mos me veni borë, se s'ka po as konkush, atë ka qenë kohë e jashtëzakonshme. Edhe e dërgova diplomën, dokumenta tjera, edhe fillova me dhanë lëndën e informatikës, gjë që nuk e kam pas as pak problem, për arsye se profesori Kushtesh Fondaj e kishte përgadit një libër vetë që e ka botu, ka qenë bazat e kompjuterikës dhe mu merr e gatshme, domethënë mi përgadit mësimet edhe veç me statu. Ke pas pak ma të letë se veç ta kalon. Natyrisht, se ai... Do rrëfyë sa i për... Sigurisht, libri ishte edhe... gatshëm. Ishte i gatshëm edhe nuk e kisha shumë problem. Pra, këto kanë qenë, nga njëherë thonë që edhe fatin fatkeqësi të përcjell, po fatmirësisht edhe
Kurteshi, edhe pse i angazhuar, po fati ka dash që sot ende është. E përshëndesim dhe me dërtet meriton një profesor për çdo lavdat. Unë kam pas fatin ta kem edhe kolegë edhe është ndër mësimdhënësit e rrallë, cilët e kanë një përkushtim të jashtëzakonshëm për punë deri në ditën e fundit, kështu që është një aset i çmuar, po besoj për edhe për komunën tonë. Edhe në aspektin e luftës e ka dhënë hokun që shtojnë, po edhe mësimdhënia ka qenë tamam mësimdhënës me në plot kuptimin e fjalës. Domethënë pas ka ra pak edhe pak para luftës me fillu me punu në shkollën e mesme teknike në atë kohë. Qysh ka qenë kjo kohë, pse u kon kushte jo normale. Jo normale natyrisht, po kushtet nuk kanë qenë sikur tash, po ka qenë pak e vështirë, po gjithsesi ma herët janë majtë edhe në për shtëpia private shkollat, po shkolla teknike e vetmja më duket ka qenë që është majtë mësimi po në shkollë. Kështu që është kalu edhe ajo fazë, po pastaj deri në mars, domethënë me sulmet e NATO-s, veç kur u mbyllën edhe e shpërthej lufta. Okej, te periudha pas përfundimit luftës, ke vazhdu punën në shkolla, po ke pas ndonjë angazhim tjetër pas përfundimit luftës? Cili ka qenë angazhimi në atë kohë? Pas përfundimit të luftës, pra si gjithë qytetarët, kur u kthyem të dërmuar, të raskapitur, dhe në palës, të thyer në shpirt me humbjen e familjarëve, e njerëzve të pafajshëm, me humbjet edhe gjitha gjësendeve që i kishim edhe shpite dhe kur gjë nuk na met, meriton. Ti sa nga zero, po na kemi fillu edhe nga minus. S'kemi pas asgjë. Kështu që po tham, mu kanë përcjell disi fatet me njëherë pas luftës, domethënë kanë ardhur organizata tjera jo qeveritare të huaja, dhe erdhën prej Prishtinës, ka qenë qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve, të cilën e ka udhëheq në atë kohë humanistja Sevdija Ahmeti, që kanë qenë edhe bashkëpunëtore bashkë me Edi Shukriun dhe Vjosa Dobrunën, dhe për mi themelu 11 qendra të tjera në viset ku kanë qenë më të dëmtuara dhe më të shkatruara prej luftës. Dhe ku ka pas të humbur e masakra të mëdha. Një ndër to ka qenë edhe Suareka. Kështu që kërkesë e tyre ishte që ta formojmë një degë të qendrës për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve, po e cila degë do thot ka pas qëllime shumë dimensionale. Pra është punu në vedisim, në arsimim shëndetësor, në të drejtat e njeriut, në përkraje psikosociale, po ashtu edhe në aftësimin përmes kurseve, sidomos me gratë e dëshmorë, me viktimat e luftës, të cilët kanë përjetuar tmerret në mënyrë që ato të okupohen, si një lloj e terapie okupuese, për që të rikthehen në jetë. Të rikthehen në jetë, të kenë ndonjë profesion. Atëherë u formum, e themelun, domethënë kemi qenë mu me mbrëmësi koordinatore, për arsye se aty është kërkuar edhe të ketë një grua ta keshte edhe lejen e vozitjes, kështu që unë e kom pas edhe para luftës. U caktova si koordinator, si udhëheqëse e shoqatës, pastaj ka qenë mjekja ginekologe Agimja, ka qenë një mjeke e përgjithshme, një motër medicinale, ka qenë një juriste, e cila ka dhënë ndihma juridike falas, pastaj edhe përkraje psikosociale, sociologe, që ka punu me fëmijë edhe me gratë, ndërsa fokus grupi kanë qenë gjitha gratë të cilat kanë përjetuar tmerret e luftës dhe kanë qenë
rand të traumatizuara. Pas ke qenë një ekip jashtëzakonisht i kompletuar, edhe tu e di që ka qenë një fazë e luftës edhe kanë pas dome të ndryshme, qoftë njerëz, qoftë materiale, qoftë edhe në aspekt emocional. Qysh ka qenë kjo fazë kur keni fillu me i taku këto gratë që kanë qenë të dëmtuara në forma të ndryshme? Qysh ka qenë ky përjetim, domethënë kur keni pa që po mundi më ndihmu kësaj kategorie që ka qenë Sigurisht. shumë e ndihshme edhe është sot e kësaj dite? Ajo kohë ka qenë, domethënë, sa e vështirë, po njëkohësisht kemi qenë jashtëzakonisht të mirëpritura. Kemi organizuar takime nëpër gjitha fshatrat e komunës tonë. Vetë kemi shku nëpër shtëpia, edhe kemi vizitu. Fatmirësisht, domethënë jo vetëm nga gratë, por edhe nga burrat, se atëherë kanë pak kohë me mu kanë një ekip veç prej grave me dalë, kanë pak e vështirë. Po unë po them që fatmirësisht çdo herë jemi mirëprit, me shumë respekt e me shumë dashamirësi. E kemi ditë qëllimin tonë, dhe qëllimi kryesor i yni ka qenë t'i ndihmojmë edhe t'ja vëzhguesim, t'ja lehtësojmë atë dhimbje të cilat ato e kanë pas. Kemi mbajt takime me nënat shtatzana, me gratë lehona, për t'i vedisu si ushqehet një fëmijë me gjithëdhënie, për kontrolla, domethënë mbajtjen tensionet e tjera, pastaj për të drejtat e njeriut, të drejtat e grave, që ka pas edhe mjaft viktime edhe në familje, ku juristja e cila ka punu shoqat ka dhënë edhe ndihma juridike, falas. Pastaj ekipe të fëmijëve që kanë bërë aktivitete edukative, psikosociale në qendër. Po ashtu edhe kemi mbajt edhe kurse të kompjuterëve, kemi mbajt kurse të rrëbaqepsisë, po ashtu edhe kurse të përthurjen e gjemperave. Janë aftësu gratë, sidomos në thurje të gjemperave, ku ka qenë 5 gratë të dëshmorëve dhe viktimave të luftës, të cilat kanë punu në shoqat dhe kanë gjeneru të hyra për familjet të tyre. Kjo shoqat ka vazhdu deri në vitin 2005, domethënë për 5 vite, dhe pastaj është kalu ajo fazë, domethënë e emergjencës, si të themi, dhe janë tërheq donacion, kështu që është mbyll shoqata. Mirë, po besoj që je shumë krenare për atë kontribut jashtëzakonshëm që e pas ke dhënë edhe ti edhe kolegët cilat i përmene për ato gratë cilat kanë pas shumë nevojë. Natyrisht. Edhe po besoj që ju keni ndihmu shumë edhe në aspektin emocional, po edhe m'jau gjetë ndaj profesor me të cilin ato kanë pas mundësi mandej me gjeneru të ardhura edhe kështu me radhë. Ndihem shumë krenare për atë kohë, me të vërtetë ka qenë një kohë e vështirë, e rëndë, ndoshta edhe pak e vështirë edhe me funksionu, me arrit deri te vendi aty ku i kemi caktu takimin, për arsye se ka qenë rrugët kanë qenë të mërësisht të këqija. Na kemi pas probleme edhe me arrit deri në Deri në destinacion ose të një shtëpi caktuar, sigurisht, po. Mirë, pas përfundimit të mandatit ose përfundimit të këtij projekti, mandej i rikthy prapë si mëdhënës në vitin 2005. Që ka qenë ky rikthimi i dytë në kushte këto tjera, tash në një shtet çliruar, në një shkollë që kemi mujt pak ma lehtë. Sigurisht që shoqata në maj e ka përfundu punën, më thonë. Atëherë kanë qenë pushimet vjetore edhe ka qenë konkursi. Konkursi për pranimin e 2 ekonomistëve në shkollën teknike. Kam apliku konkurs dhe natyrisht që më kanë pranu, për arsye se veç unë kam qenë pjesë e shkollës, jam pranu si profesoresh e lëndëve ekonomike. Shumë mirë, atëherë tani veç, domethënë mas 5 vite luftë,
pak janë normalizu gjanat, kom vazhdu deri me mësimdhënie, pra konkretisht kom dhënë lëndë e kontabilitetit, pratikat profesionale, dhe me të vërtet e kom bërë një punë shumë me qef, me dëshirë, me vullnet, për arsye se e vlerësoj shumë punën e një mësimdhënësi, se një mësimdhënës nuk është, ka një mision tjetër, jo vetëm për shpërndarjen e dijes, por edhe kontribon në edukim, kontribon në ngritjen dhe përgatitjen e një nxënësi për jetë dhe për punë. Që shumë kujtojnë këtë periudhë në shkollë, raportin me mësimdhënës, me nxënës, a ki nostalgji për atë kohë, që po besoj që ka qenë kohë shumë e mirë, Shumë e mirë. cilën shpesh edhe e diskutojnë kështu me shumë pasion, me shumë qef. Sigurisht unë edhe sot, do më thonë që nga ajo kohë i ruaj raportet të jashtëzakonshme me kolegët e mia. Kemi pas një bashkëpunim të jashtëzakonshëm, nuk ka pas xhelozi mes veti. Na si këto lëndë profesionale, të gjithë e dim që kemi pas pak mungesë të literaturës, se nuk ka pas literaturë adekuate për shkollët e mesme. Prandaj na e kemi hulumtu, si profesoresha e profesor, kemi hulumtu në për libra, në për librat fakulteteve, edhe bashkarisht i kemi shkëmby ato shënime, ato dhëna që i kemi marrë. Kështu që bashkëpunimi ka qenë në nivel të jashtëzakonshëm. Po ashtu edhe me nxënës kemi kalu mirë, për arsye se meriton nëse ti e respekton nxënësin, patjetër që ai respekt kthehet. Kom pas respekt ndaj nxënësit, asnjëherë nuk kom shku në klasë pa u përgatit, për arsye se edhe nëse ka ndodhur ndonjëherë që nuk kom mujt më përgatit, atëherë shumë keq kom kalu, kur jam përgatit, sidomos ato farë etapat e orës, ERR, evokim, realizim, reflektim, i kom respektu shumë. Dhe çdo herë ora ka qenë nivel edhe e përmbushur. Prandaj edhe mësimdhënësi duhet të përkushtohet, të përgatitet, sepse nëse je i përgatitur, nuk dështon asnjëherë. E vërtet pajtohem plotësisht. Në kohën për të cilën po flet, ka qenë edhe drejtimet cilë sot janë në shkollën profesionale, kemi qenë gjitha në shkollë, në objekt shkollës mesme teknike, edhe një kohë kam pas knatësinë të kemi edhe kolege në shkollë. Sigurisht. Edhe ka qenë vërtet një atmosferë shumë e mirë edhe një kolektiv i cili ka funksionu, po thoj se si një trup, edhe sukseset kanë qenë edhe janë ose dhe kësoj dite evidente. Pas periudhës së shkollimit, pjesës së punës si mësimdhënësve, mandej ke fillu edhe je angazhu edhe në politikë. Pse u angazhove në politikë kur e tha që mësimdhënia është një profesion shumë i mirë, cilin e keni vetin shumë rahat edhe me kolegë edhe me nxënës, edhe cili ke ajo dëshira madhe për me ndru komplet natyrën e punës edhe me kalu më morë me politikë. Fajtori, kush ka qenë, nëse muj me qujtë. Jo, ndëgjo, edhe me politikë me u marë, edhe politika është një akt fisnik. Po nuk e kum pas ndashta një ndër prioritetet ose ndonjë ambicje të mirën me politikë. Nuk më ka shku mendja, për arsye ti edhe vetë thash edhe unë që jam një mirë, edhe jam di shumë rahat në mësimdhënien. E kom dash punën, ma vonë kam qenë edhe si jam emru edhe si koordinatore për cilësi në shkollë. Kështu që jam një e plotësuar, nuk isha kalu në politikë, mirë po. Me kërkesën e madhe që më është bërë nga partitë politike, për arsye se u deshke që me qenë një grua, jo që s'ka pas gra, për mi inkuraju edhe të tjerat gra, që me qenë një shembull
për mi angazhu dhe tjera të gratë Me me qenë, po politikë. besoj në proces vendimore dhe në proceset Sigurisht, ndryshme të cilët patjetër që ndodhen duhet në me. shoqëni. Jo që nuk ja kom ditë, domethënë rëndësinë e politikës, e kom ditë që në politikë thjesht është një akt fisnik për arsye se ti duhet të merresh me mirëqenien e gjithë qytetarëve, ju shërbesh qytetarëve, je afër, merr vendime, domethënë në të mirë të qytetarëve. Mirë po, nuk e kom mendu që nuk di me bë politikën. Po, kom pas respekt edhe vlerësoj shumë punën e gjithë çlirimtarëve edhe gjithë ata që kanë kontribu për lirinë e Kosovës. Po në këtë rast ka qenë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, që kom pas, domethënë, respekt edhe për liderin, Ramush Haradinaj, për familjen e tij dhe kontributin që ja kanë dhënë, po ashtu edhe për në nivelin lokal që kanë qenë Derim Kuqi, Baliu, edhe shumë të tjerë, pastaj ka qenë drejtoresha Kymete Bajraktari, kështë një ndërpara, Nadirja, e tjera. Qysh ka qenë ky angazhimi Angazhimi e im profesoreshës politik? edhe bindja, domethënë për me marrë për me kalu hap të në një tillë, rol me marrë, ka tjetër. qenë përpos e që e thash që kërkesave që më jashtë bërë, ka qenë baba im. Edhe një ditë prej ditësh, kthehna prej shkollës edhe vizitoj edhe më thot baba, tha, pse ta vërmihria ta nuk po shkon ta kanarta, po më thojnë adin që me të lutë edhe me hinë. Me hinë politikë. Thash, bukfalisht për tregoj. Thash, jo bab, thash se s'di politikë. Qysh ta s'din, po thash, po s'di, thash, ti s'na ke mësu, thash, politikë me po, thash, ti gjithë herë ke thonë drejt, punoni drejt, thash edhe. Po më thot, tha, ti keme pranu, tha, keme shku, tha, se unë kam besim që ti edhe politikën din me bon, po tha, puno drejt se e bon. Prap puno drejt. Prap drejt, në politikë. Kështu që vendosa me hy në politikë, fillimisht më shkërkua të bëhem kryetare e forumit të gruas të Aleancës. Po. Në atë kohë ka qenë Nadire Hoxha, e cila për shkak të punës, domethënë e ka liru pozitën, jam emëru si kryetare e forumit të gruas, pastaj u bën në zgjedhjet, hyra si kandidate për asamble, po ja që nuk i ka marrë votat për në asamble komunale, s'kom hy. Pastaj mu ofru pozita e nënkryetares. Mirë, po du mu ndoll pak të ky emërtim, juaj në një pozit, keni qenë nënkryetaria parë në historinë e politikës e komunës së Arikës, po besoj që është një privilegj dhe për ty. Qysh ka qenë me marrë një pozit edhe një përgjegjësi kaq të lartë në një komunë cilën tërë jetën je rriti e shkollu dhe ke punu, a ke pas hezitim apo ke pranu me shumë qef me qenë në një pozit e dyta e komunës në këtë rast? Ndëgjo, nuk është unë që kom kërku prej partisë, absolutisht, nuk as një pozit nuk e kom kërku. E vetëmja, dhe më thanë që kom dasht me qenë politik me dhanë një kontribut. Pozitën e nënkryetares është pozit emruse. Po. Atëherë kryetari, që falendoj vitë kryetarin aktual, Bali Muharremajn, që ma ka besu detyrën, se është një detyrë kogja me përgjithsi, ma ka thonë besimin, do me thonë, edhe mundësin që unë të jem një nënkryetare e parë. Ka qenë përgjithsi e madhe, nder, sigurisht që po unë ma shumë e kom marë si përgjithsi. E kom pranu detyrën, me shumë seriozitet, dhe kom punu maksimalisht në mënyrë që t'ju shërbej qytetarëve. 24 orë. Në më thanë, sa herë ka pas nevoj
dera e zyrës së nënkryetares ka qenë e hapur për të gjithë qytetarët. Mirë, pak me o të regu edhe atyre që na shoqëron edhe na ndëgjojnë, cilat janë punët që i ban nënkryetaria, me çka ma shumë je marrë ti, po besoj që pak ma shumë fokus e ke pas edhe gruan, Sigurisht. edhe qysh keni arrit me fuqizu pjesën e grave edhe në vendimmarrje edhe t'jenë pjesë e institucioneve dhe çka ka qenë ky fillim? Në kjo detyrat e nënkryetares, do më thonë, janë sikurse të kryetarit. Nënkryetari në mungesë të kryetarit është i autorizuar t'i kryen të gjitha detyrat. Prej nënshkrimeve të dokumenteve, pastaj unë kom qenë e autorizume, do më thani kom pas gjitha kompetencat e barabarta me të kryetarit. Të gjitha i kom pas. Prezentime, do më thani përfaqësimin e komunës edhe në nivelet të tjera, qoftë edhe në asociacionin e komunave, pastaj pritjen e delegacioneve, gjitha punë të cilat i bën kryetari, marrja pjesë në shumë aktivitete, mirë po, pjesa ime që edhe unë e kom pas për qefi, ka qenë pjesa gjinore. Gjithherë më ka pengu edhe më ka mundu ajo pjesë që gruas kur nuk ju ka njoft meritat, apo nuk është vlerësua puna e gruas. Nuk është vënë në pa, se ndoshta edhe është vlerësu, po nuk është vënë në pa puna e gruas që është bërë më herët. Disi si në heshtje i ka mbulu pluhuri i harresës. Qëllimi im kryesor dhe objektivi im kryesor ka qenë që të mos harrohen vlerat e asnjë gruaje, se na kemi shumë gra të zonja. Edhe në komunën tonë, ka pas edhe më herët. Mos të harrohet puna, kontributi i tyre. Edhe në momente, do më thonë, në fillimet e para, çdo herë kemi vlerësu gratë e para të shkolluara të komunës së Suarikës. Sidomos në festat që i kemi pas, në festat, në ditët e shënuar, siç është dita ndërkombëtare e gruas, pastaj edhe në aktivitetet të tjera, gjithherë i kemi nderu, i kemi ftu, edhe i kemi nderu me një mirënjohje. Ato nuk kanë qenë të harruara. Pastaj gratë të cilat kanë kontribu në luftë, një vit i kemi nderu të gjitha gratë të cilat kanë gatu për ushtarët. Po i kemi pas 4-5 granat pjesën e nishorit që kanë zije, kanë gatu, kanë për ushtarët e UÇK-s. Pastaj kemi nderu gratë të cilët kanë dhënë kontribut në FSK, kanë qenë të komunës tonë. Gratë që kanë kontribu në polici, gratë në biznes. Pastaj kemi pas gratë në grupin e grave fermere. Suarika ka gra jashtëzakonisht të zonja. Sukseshme, punëtore, që me të vërtet edhe i mbajnë edhe familjet të tyre. Kemi nderu gratë që kanë dhënë kontribut në sport, në kohën e Jugosllavisë kanë qenë edhe kampione. Pra, qëllimi im ka qenë që të vehen pa edhe të njohet kontributi tyre. Kemi nderu vajzat dhe gratë, kemi mbështet tribunën, gratë që kanë punu vajzat në ilegalitet, edhe që në kohën e demonstratave që kanë qenë të përsekutume, të burgosura, kemi bërë një tribunë edhe ato janë nderuar nga një mirënjohje. Pra, qëllimi kryesor ka qenë fuqizimi i gruas, mbështetja e gruas, avansimi i gruas. Po du me fol pak edhe për grupin e grave të asamblesë komunale.
Po. Si nënkryetare e komunës, kom pas jashtëzakonisht për 2 mandate bashkëpunime me të gjitha asamblejistët e të gjitha partive politike. Për arsye se nënkryetaria nuk është vetëm një partie politike, por është të gjithave. Kemi rujt ato bashkëpunimet e përbashkëta për arsye se kur flitet për gratë, nuk flitet vetëm për një grup, por flitet për të gjitha. Bashkarisht kemi ngritë shumë çështje me do më thënë gjitha partive politike, kemi taku, kemi bë tubime, kemi dhënë mendime, kemi dalë në vizita edhe në fund kemi bë një organizim, do më thënë edhe me propozimet e tyre, por njëkohësisht unë si nënkryetare edhe që kom qenë në ekzekutiv, natyrisht që neve në ka ra edhe ta bëjmë edhe realizimin i këtyre. Kështu që mendoj që kemi bë punë të mira, kemi bashkarisht, do më thënë, kemi ndihmu gratë për hapjen e startupeve për bizneseve, kemi caktu një fond nga buxheti i komunës 50.000 euro ku janë ndihmu gratë që kanë fillu një biznes fillestar. Pastaj kemi dhënë bursa për aftësimin e grave që ka qenë viktima të luftës përmes një kompanie Vivien. Pastaj kemi mbështet gratë të cilat kanë qenë të prekura nga kanceri i gjirit. 90 afër 100 gra kanë qenë të ndihmuara prej buxhetit të komunës. Kemi ndihmuar gratë që kanë fëmijë me autizëm, më thonë, gjitha këto kanë qenë që në mënyrë që gratë të fuqizohen. Të fuqizohen edhe të vinë shprehjen në për biznesin. Sigurisht, po. Mirë, do më thonë kanë qenë disa aktivitete ma të rëndësishme cilat i keni bë. Po këtu duhet t'i falenderoj edhe njëherë po e tham edhe asamblejistëve që ka qenë kontributi i përbashkët. I të gjithave. I të gjithave bashkë, sigurisht se gratë kur bëhen bashkë bëjnë edhe punë të mira dhe të mëdhaja. Po besoj që është po edhe me plot rezultate dhe plot përkroje cilat veç i përmente. Mirë, profesoresh, në fund po du një mesazh për vajzat e reja të cilat fillojnë nga zero edhe rrugtimet e tyre profesionale, qoftë karrierën, cili kishte me qenë një mesazh i juaj për gjitha të reja të komunës tonë që nesër t'jenë një profesioniste edhe të ushtrojnë profesionin e tyre, po edhe pozitat ndryshme ekzekutive të cilën veç e ceke. Meriton, më pëlqej shumë emri i emisionit që e ke thënë nga zero, se të fillosh nga zero, do të thotë t'jesh i guximshëm, të kesh vetbesim, edhe ti i ki pas një vetbesim edhe ke fillu, sepse çdo gjë i ki pas bosh, po vjen duke i plotësu, edhe kjo është arritja e suksesit. Prandaj unë një mesazh e kam për gjitha gratë dhe vajzat edhe gjithë të tjerët që mos ndalen. Punë dhe vetëm punë, për arsye se gjithherë fillon, tash edhe këtë farëfimin tim që e bona, disa herë kom fillu, po prap kom ranë zero. Edhe prap jam... Si e dorëzu asnjëherë. Si jam dorëzu asnjëherë, prap jam ri më këmbë, disa herë në jetë, do më thonë, kemi fillu prej zeros. Qështu janë ato pjesë të jetës. Pjesë të jetës, valë të jetës. Valë të jetës, kas të përplasin, kështu që njeri duhet me qenë i fort, edhe të mos dërzohet. Profesoresh, faleminderit shumë për këtë rrëfim, edhe për kohën, edhe për pjesëmarrjen në podcastin nga zero. Faleminderit edhe prej teje, të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Pra, kishim një musafire të veçantë, e cila rrëfej nga zero deri tek pozitat më të larta tek institucionet tona lokale.
Faleminderit për vëmendje dhe shihemi në podcastin e radhës. Gjithë të mirët.